Jam I bindur që do të kemi përsëri një ditë intensive, emocionesh krijuese dhe një tjetër arsye për të ndjerë mirë në fund ditës, duke arritur të vendosim një projekt tjetër në radhën e këtyre projekteve që siç prezantoi edhe drejtoria e korporatës, janë tani më në një fazë të avancuar dhe madje një pjesë e tyre janë gati për të marrë lejen e zhvillimit edhe për të filluar nga puna. Fal këtij procesi do të kemi më në fund pas vitesh një stadium të ri të përmasave europiane, një tjetër vepër arkitektonike të denjë për historinë e re që po shkruajmë së bashku me këtë skuadër të jashtëzakonshme arkitektësh, bibliotekën e re kombëtare, një mjedis I shumë nevojshëm prej vitesh dhe njëkohësisht një tjetër vepër e spikatur në historinë jo thjesht vendit tonë, por në historinë e arkitekturës bashkëkohore, do të kemi po ashtu një kompleks të ri zyrash për administratën, për një numër të konsiderueshëm institucionesh, do të kemi pallatin e ri të sportit, një vepër mbreslënse që në projekt mori mbështetjen konsensuale të juristë ndërkombëtare dhe një sër veprash tjera me interes të madh publik. Sot, me këtë projekt, ne I hapim rrugë dy drejtimeve të reja për të ardhmen, duke krijuar kushte tërësisht të reja për fëmijët që janë në duart e solidaritetit të shoqërisë, jetimët, dhe njëkohësisht edhe për korpusin e ri të inspektoriatëve. Dhe me këtë rast dua të falenderoj këtu kryeinspektorin që për 10 vite rresht drejtoi një institucion që lindi vërtet nga hiçi dhe u krijua nga e para dhe që sot është gati të bëjë një hop tjetër.